Një djalë 17 vjeçar herët në mëngjes ka marrë lëndime të rënda trupore kur ka rëshitur nga shkëmbi i Kodrës së Diellit. Derisa dje atje gjatë rrëzimit në Humner është lënduar një grua 34 vjeçare. Personat për mjekim në Shkup u transferuan me helikopter. Policia kumtoi se herët në mëngjes në orën 1:35 në stacionin policor të Kodrës së Diellit DB nga Shkupi ka paraqitur se në orën 1:15 përmes telefonit i është paraqitur një alpinist, i cili me dhe 2 alpinistë të tjerë lëvizte drejt majës së Titos. Me çrast ndodhi incidenti në të cilin 17 vjeçari nga Shkupi ka rëshitur nga shkëmbi i ngrirë dhe ka marrë lëndime të rënda dhe është në gjendje të rëndë shëndetësore. Pas kësaj janë bërë përpjekje përmes telefonit të kontaktohet me grupin, por në numrat e telefonit me të cilat dispononin nuk ka mundur të krijohet lidhje, me siguri për shkak të mosqasjes së rrjetit në hapësirë. Rreth orës 3:15 drejt vendit ku është paraqitur se ka ndodhur incidenti, janë drejtuar 2 alpinistë të pajisur me pajisje adekuate për ndihmë me kushte të veçanta. Personat janë gjetur dhe me helikopter personi i lënduar është dërguar në Shkup për dhënie të ndihmës mjekësore. Dje në orën 13:25 një i punësuar në Ministrinë për Punë të Brendshme ka paraqitur se në malin Kodra e Diellit në majën e Titos në vendin e quajtur Bakardan, një person femër ka rëshitur dhe ka rënë në Humner, me çrast ka marrë lëndime dhe nuk ka rrezik për jetë. Nga ana e sektorit për punë të brendshme në Tetov është konfirmuar se bëhet fjalë për DDP 34 vjeçare, e cila me helikopter është transferuar në spitalin 8 shtatori në Shkup, që t'i jepet ndihmë mjekësore.